Përgjatë së mërkurës është miratuar edhe data e zgjedhjeve ku Vlora do të jetë një ndër qytetet ku më 9 nëntor do të votohet. Qytetarët e Vlorës, të cilët e kanë ndjekur këtë zhvillim të rëndësishëm, e shohin si pozitive zhvillimin e procesit zgjedhor në qytet. Sipas tyre, situata politike lokale duhet të normalizohet, teksa me patjetër duhet të zgjidhet një kryetar bashkie i cili do të ketë kompetencat e plota. Sipas qytetarëve, pavarësisht emrit apo subjektit politik që do të përfaqësoj, kreu i Bashkisë së Vlorës duhet të jetë me patjetër një njeri punës që do të kontribuojë në të mirë të qytetit. Me rëndësi sipas tyre është që ky kryetar i ri të zgjidhet pas një procesi elektoral qytetar dhe dinjitoz. Qytetarët këtë fushatë elektorale e parashikojnë të qetë dhe pa problematika. Votimi sipas tyre do të jetë gjithashtu qytetar, ndërsa thonë se akuzat dhe fyerjet nëpërmjet subjekteve politike nuk do të shmangen. Ata bëjnë thirrje kundrejt subjekteve politike të tregojnë përgjatë këtij procesi elektoral më shumë qytetari. Mish do bëjnë zgjedhjet. Nuk më t'jap mendim se kush mund të fitojë. Jo, nuk është problem kush mund të fitojë. A është e rëndësishme që Vlora të ketë një kryetar? Shumë e rëndësishme bile, jo e rëndësishme, po shumë e rëndësishme. Nëse do të ishte në dorën tënde, çfarë do të sugjeroje për këto zgjedhje? Cila është ajo gjë që do t'i bënte më të mira apo do ta bënte edhe garë më të fortë? Mos manipunojnë ose mos të vjedhen më popullorçe, çfarë them unë. Do të ketë tensione? Jo, nuk ka mundësi. E shet qetë? Shumë qetë. Dërsa çu fyerje ofendime, më Po, kështu ato janë të zakonshme. Po duhen eliminuar dhe në fyerjet fundit. Po, duhet eliminuar, po ne jemi mentalitet tjetër në shqiptarëve. Të themi që mase unë nuk kam i agjoruar me këto gjëra se unë jetoj në Itali, me kupton? Edhe dëshiroj që të bëjnë gjërat si thonë, me rregullsi, me gjithçka, pa komplikime, si them, pa ato anashkalime politike apo me tendenca, më kupton? Për të mirën e popullit. Ndërkohë, Vlora nuk e ka një kryetar bashkie të konfirmuar, është komanduar. Është e rëndësishme që të ketë një kryetar, le të themi që të jetë. Tamam të zgjedhë një njerëz që jetë i aftë për të problemet e popullit. Pa, si thonë, pa partishmëri, në të kuptim. Të mendoj për të mirën e të gjithëve. Do të ketë kjo fushat tensione apo e parashikon që mund të jetë e qetë? Do zgjasi vetëm poj se i muaj. Si zakonisht unë kam mendimin tim, nuk e marr kurrë me politik, po kam i farë mosh tani, jam në pension, por që gjithmonë populli do të mendojë, si thonë, njerëzit do të mendojnë për të mirën e, mos mendojnë kurrë, polemikat ekzistojnë gjithmonë, se njerëzit janë të kënaqur, është e qartë. Duhet eliminuar to fyerjet, sharjet që kemi dëgjuar. Patjetër, gjithmonë, kur. Patjetër, gjithmonë me, si thonë, me inteligjencë, me urtësi, me Të fitoj qytetaria. Tamam, ashtu është. Po shumë mirë është, po dhe dihet se s'bën, duhet jetë. Fushat e qetë, në mendimin tuaj? E qetë e shumë e qetë. Si e komentoj, duhet votuar. Është duhet ketë Vlora le të themi një kryetar të konfirmuar. Patjetër, të punoj. Si e shef këtë fushat, do të ketë tensione? Pse do ketë tensione? Tjetë e qetë. Po pse do dihet që duhet votuar të zgjidhet kryetari. Do shkoni të votoni? Patjetër do konfirmohet se nuk do dalë vetë ai. Do konfirmohet nga institucionet, nga partia kush i komandon. Si e shef këtë fushat, do të ketë tensione? Po mirë, pse do ketë tensione? S'ka luftë. Po këto fyerjet, ofendimet mes partive do të jenë. Po ata i ka zakonshme ato punë ku heqin. Duhen eliminuar pavarësisht se Po duhet eliminuar, po ata nga kultura janë në nivelit të dobët të gjithë. Nuk kanë kulturë dhe një burri shtetit i themi apo. Po, këto zgjedhje janë të imponuara. Do nuk do, populli se besoj nuk është entuziazm për votimet, do nuk do caktohet që Vlora për mua të ecin para. Sulme, fyerje. Jo. Ato janë të zakonshme se edhe djatha se majta ka xhirë majtën. Ndërkohë, në datën 9 tetor pritet të shpallet edhe emrat nga subjektet politike në Vlorë, të cilët do të garojnë për kreun e arshëm të Bashkisë së Qytetit.